Mirëmbrëma, miq, ndjekës të Piranjave, qytetarë Tiranës, njerëz që takova dhe ata që s'milan t'i takoj dot. Ju e dini, gara për Tiranën u ndalë. 2 ditë më pas, u ktheva në punë. Nuk e kam luksin të bëj pushime reflektuese. Unë kam luksin vetëm të punoj, vetëm mos dorëzohem. U ktheva tek Piranja, tek kolegët e mi, të ngres zërin, të denoncoj të keqen, të mbroj njerëzit nga keq qeverisja. Kandidimi im kishte një qëllim, të çrrënjoste korrupsionin nga Bashkia e Tiranës dhe ta kthente bashkinë në shërbim të njerëzve. Ngjarjet e ditëve të fundit po tregojnë në mënyrë dramatike se korrupsioni dhe e keqja kanë kapur palcën e pushtetit dhe që andej çdo qelistë të tij. Është e njëjta frymë, i njëjti stil me 5D në Bashkisë Tiranë. Është dëshmia më e qartë se në këtë vend nuk ka vetëm politikanë të korruptuar, por ka dhe një administratë të tërë të korruptuar që i shërben kësaj. Sekretar të përgjithshëm, drejtor, zëvendësdrejtor, inspektor, specialist, një strukturë e tërë e ngritur vetëm e vetëm për të vjedhur, për t'u pasuruar vetë dhe për të blerë vota. Kjo qeverisje, kjo administratë, ky sistem nuk do të zgjedh kurrë asgjë, sepse nuk është ndërtuar për të zgjedhur, është ndërtuar vetëm për të vjedhur. Prandaj unë nuk do të ndalem. Prandaj ne nuk do të ndalem. Kurdo që të bëhen zgjedhjet, do ta rimarrim Tiranë. Do pastrojmë nga ky llumë. Do ta kthejmë një qytet që të bën krenar dhe jo nervoz. Do ta kthejmë një qytet nga i cili nuk do duam më të emigrojmë. Do ta bëjmë prapë të dashur. Prandaj unë u ktheva në punë. Jo vetëm të punoj tetor për të mbajtur familjen time të vogël, por edhe për të menduar dhe punuar 24 orë për familjen tonë të madhe, Tiranë.